الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë, nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do ua përmirësoj juve veprat tuaja, do ua fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot do të jetojmë për disa çaste në hijen e një prej haditheve madhështore të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu dhe e shënon Imam Muslimi në koleksionin e haditheve të sakta të tij, ku ka thënë pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam: badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layli al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Që do të thotë, nxitoni me vepra të mira para se të ndodhin fitnet, sprovat, trazirat, të cilat do të jenë, pra kur të ndodhin, do të ndodhin sikurse shtresimet e natës së errët. Dhe përpasoj njeriu do të gëdhij besimtar e do të ngryset jo besimtar. Apo do të ngryset besimtar e do të gëdhij jo besimtar. E shesin fenë e Allahut për një plashk të kësaj bote. Ky hadith nuk është kërcënues, por është lajmërues. Madje është lajm mëshire nga ana e Allahut për ne përmes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për ta kuptuar rëndësinë e këtij hadithi, është e udhës që fillimisht ta dim se kur e ka thënë pejgamberi i dashur këtë hadith. E ka thënë në kohën kur muslimanët kanë qenë në kulmin e ruajtjes së unitetit, në kulmin e devotshmërisë. Pra nuk njeh historia islame musliman më të devotshëm, më të bashkuar, më të solidarizuar mes vetes se sa gjenerata e sahabëve. Prandaj kur e ka thënë këtë hadith, janë çuditur sahabët që e kanë dëgjuar atë. Nuk kanë mujt me e paramendu që do të ndodhin kësi lloj trazirash dhe fitnesh, të cilat do të bëhen shkak i devijimit të muslimanëve, aq shpejt sa që do të bien gjumë si besimtar e do të zgjohen nga gjumi si jo besimtar, apo anasjelltas, do të bien në gjumë si jo besimtar e do të zgjohen nga gjumi si besimtar. E do të ketë për atyre që do të ashesin fenë për plaçka shumë të vogla të kësaj bote. Në qoftë se marrim tash edhe e zbresim në realitetin ton aktual, më shumë se sa kur më herët, më shumë se sa kur më parë, nuk kemi qenë të nevojshëm për këtë paralajmërim, sepse ky paralajmërim realisht është përgatitor. Pra, nga dashuria e madhe e Allahut ndaj nesh dhe e Resullullahut sallallahu alaihi wasallam, që të jemi sa më të devotshëm, sa më të përgatitur kur të ndodhin këto trazira, këto turbulenca, këto fortuna shumë të rrezikshme, ne të jemi të përgatitur paraprakisht. Prandaj thot badiru bil a'mal, paraprini këto ndodhi, këto trazira, këto fitne me vepra të mira, sepse besimtari që investon në devotshmëri
pa ma parasysh se me çfarë fortune ballafaqohet, me çfarë turbulenca ballafaqohet, ai do të jetë i gatshëm maksimalisht për ta mbrojtur veten e tij, para së gjithash imanin e tij, besimin e tij, sepse ka investuar në devotshmëri. Vetdia e tij është aq e ngritur sa që nuk bie prej e këtyre joshjeve, provokimeve, por edhe agjendave të ndryshme për shkatrimin e muslimanëve në përgjithësi. Pra aq shumë do të kenë ndikim këta njerëz, sa që brenda natës në të ndryshojnë njerëzit. Sa raste ne sot dëgjojmë, deri dje ka qenë me ne në xhami, të nesërmen ka deviju për rrugës së Allahut. Por kemi dhe raste tjera, që deri dje ka qenë armik i islamit, por të nesërmen ka ndryshuar krejtësisht e ka pranuar islamin. Kjo tregon se ndikimi i madh global që do të ndodhë, që do të përjetohet, do të jetë i hovshëm, shumë i shpejt, dhe normalisht për shkak të mekanizmave kohor, siç janë rrjetet sociale e kështu me radhë, pra bota teknologjike. Në anën tjetër, vlen të theksohet se ekzistojnë dy dyer kryesore që do t'i shkaktojnë gjitha këto turbulenca, këto trazira. E para është dera e shubuhateve, e dyshimeve, e dilemave që do të mbillen nga tre kategori njerëzish. Fillimisht janë armiqtë e islamit, të cilët nuk do të lejojnë as edhe një moment vetëm pa e shfrytzu për mi hutu musliman, për mi bin musliman se nuk jeni në fejën e vërtet, për mi bin musliman se është humbje kohë me shku në xhami, për mi bin musliman se Kurani nuk është fjalë e Zotit, se Muhamedi nuk është pejgamberi i Zotit, sikur se jemi duke e pa çdo ditë e çdo natë. Dhe normalisht që armiqt nuk kanë tjetër punë, ata këtë do ta bëjnë. Wa qul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil, momentin që ka ardhur e vërteta e ka çrënjosur pa vërteta. Inal batila kana zahuqa, e pa dyshim se e pa vërteta është vetvetiu e çrënjosur. Por momentin që e vërteta e sulmon të pa vërtetën, e pa vërteta çfarë do të bëj? Do ta luftojë të vërtetën, sepse nuk dëshiron që me mbizotrua ajo, dëshiron me vazhdu me qenë mbret i mendësisë së përgjithshme popullore. Pra njerëzit me besu të kotën, me besu të pavërtetën dhe mbi bazën e të pavërtetës me organizu jetën e tyre, edhe individuale, familjare, shoqërore e kështu me radhë. Pra, kur ballafaqohet e pavërteta me të vërtetën, ajo sulmon. Edhe armiqt e shfrytëzojnë atë maksimalisht dhe fatkeqësisht ata tashin në kulminacionin e fuqisë së tyre edhe e shfrytëzojnë me të drejtë. Por në anën tjetër, shumë prej muslimanëve janë duke ia ndihmuar jo muslimanëve. Fillimisht ata që nuk kanë njohuri fare për islamin, janë musliman, por nuk kanë as edhe njohuri bazike elementare rreth islamit. Dhe njeriu kur nuk di, bie prej atyre që servohet, atyre që thuhet kundër islamit, kundër muslimanëve, kundër Muhammed Mustafas, Kuranit e kështu me radhë. Por ekziston një kategori tjetër, e atyre që din, po nuk din mirë, nuk din mirë filli. Atyre që jipen shumë pas risive, pas shpikjeve në fe, që në terminologjinë islame njihen si bidate. Gjithat energji, madje ka për tyre që gjithë jetën ja kushton promovimit të një bidati, në vend se t'ja kushtoj promovimit të një suneti autentik, që është trashëguar prej sahabëve, prej gjeneratave të arta. Ne për gjërat më elementare të jetës nuk i marrim gjërat e pasigurta. Për shembull për një tesh, për një rrobë. Nëse për një rrobë caktuar marrim informacion se është 50% kancerogjene, 50% është pambuk, por 50% është lastik, naylon që e shkakton kancerin e njeriut. A e marrim? Se marrim. Për rrobë, për tesh se marrim. E për fe, çka po na hipet po marrim. Valla tha filoni, jebe nuk shkon kështu. Feja është e kompletuar. E ka kompletuar Allahu me Kur'an, e ka kompletuar Allahu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Asgjë nuk shtohet dhe asgjë nuk paksohet prej saj. Mbaroi kjo çështje. Dhe Allahu këta njerëz i quan si humzit më të mëdhej. Thot kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, aty tregojmë për njerëzit që humbin më shumëti pe veprave tyre. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Janë ata të cilët përpiqen shumë jetën e kësaj bote. Ata kanë vepra, ata bëjnë shumë me synime të mira, me qëllime të mira, mirë po i kanë të ndërtuara mbi baza jo të shëndosha. Dhe thot Allahu, mendojnë si janë duke bërë mirë, por realisht gjitha përpjekjet e tyre janë të dështuara. Lodhen, dremiten, raskapiten me qëllime të mira, por veprimet e tyre i kanë të pabazuara. Prandaj janë humzit më të mëdhej. Dera e dytë,
e mundësimi të këtyre trazirave dhe sprova fitneve është dera e shehewateve, dera e epsheve. Kur robi për ushqimin e epsheve të tij e shkelja dhe fejnë e Allahut. Shkelja e fesë do të thotë shkelje e raportit me Zotin. Nga se feja është platformë e përcaktuar nga Zoti, se si duhet na me adhuru Zotin, se si duhet na mi mbështet Zotit, se si duhet na mi kry ritualet karshi Zotit, se duhet na me qenë ndërgjeshëm, fillimisht me Zotin, pastaj edhe me njerëzit, pra se si duhet me qenë njeri me plot kuptimin e fjalës. Sepse kjo është drejtësia e Allahut. E kur vjen dikush edhe anashkalon fen, kur vjen dikush edhe jep përparësi dëshirave edhe epsheve të tij, ai realisht e ka shkel raportin e tij me Allahun e Madhrishëm. Prandaj edhe kur jep përparësi epsheve, tek ai çfarë dominon? Dominon dashuria për dynja, dominon dashuria për karrierë, dashuria për famë, saqë nuk e njem as urdhën e Zotit, as urdhën e pejgamberit Zotit, asgjë për të më nuk është më e rëndësishme se sa fuqia materiale. Pra këto dy dyert duhet i kemi parasysh. E para dyshimet, dilemat që i mbjellin të tjerët, e dyta epshet, pas të cilave njerëzit nga rendin, por edhe i promovojnë shumë ato, investojnë shumë në to. Sot, më shumë se sa kur më parë, janë duke u investu në këto dy dyert të shkatërimit të njerëzve. Dera e dilemave dhe e dyshimeve. Duke kriju dyshime për fen, dyshime për hoxhallar, dyshime për xhami, dyshime për atë, dyshime për këtë, mënyrë që me humb besueshmëria më e fuqishme që ka ekzistuar ndonjëherë në historitë e njerëzimit. Besueshmëria ndaj Zotit, besueshmëria ndaj pejgamberëve të Zotit, pastaj lirshëm dhe natyrshëm besueshmëria ndaj promovuesve të fesë, normalisht do të ndodh. Pra nëse njeriu krijon dyshime për Zotin, krijon dyshime edhe për të dërguarit e Zotit, por që krijon dyshime për hoxhallar, e për njerëz që falin, ajo më është shumë e lehtë. Por dhe në anën tjetër, kur më shumë se sa sot nuk janë duke u promovu antivlerat, gjërat e pamoralshme. Shikoni se çfarë po bëhet në shoqëritë tona. E me theks veçantë në shoqërinë tonë, sepse bota e di shumë mirë që ne jemi shoqëri besimtare. Këtu po i përfshi edhe ata që janë të konfesioneve tjera fetare, siç janë të krishterët e shoqërisë tonë. Pra, ne si popull, normalisht me shumicë absolute islame në këtë vend, dikuj po i pengon kjo. Dikuj po i dhem zemra, po i kall shpirti, pse këta njerëz nuk po ndryshojnë? Pse këta njerëz islamin s'po e braktisin? Pse këta s'mujtëm as me luftë me ndryshu, as tash me joshje materiale s'po mujna me ndryshu? Prandaj po e shfrytëzojnë maksimalisht fuqinë mediatike. Shikoni çfarë emisione promovohen në shoqërinë tonë. Shikoni, për çështje sociale thrasin njerëz më antisocial. Për çështje edukative thrasin njerëz më të pamoralshëm që ekzistojnë. Edhe vinë edhe neve në kallëzojnë se qysh duhet me respektu burrin, qysh duhet me trajtu gruan, qysh duhet me i rrit fëmijët, çka duhet me vepru me fëmijët tonë, çka duhet me vepru me fëmijët tonë, çka është tradhti, çka është prostitucion, ata po na i definojnë neve gjanat. Para mendoje ti, ka ardhur deri sot, me ardhur me dëgju ti disa për femnave tona të devijuara, Allahu ju zof, me majt emision, edhe me na tregu neve se nëse ti shkon me burra tuj, kjo nuk është tradhti, ajo po e bën me vetë dëshirë. Derisa e bën me vetë dëshirë, kjo nuk është prostitucion. Para mendoj ku ka niveli i disa shqiptarëve tona. A normalisht ato marrin paret majme, ama ku jemi na do të shumë me punu me fëmijët tanë. Fillimisht, nëse na ja lejon fëmijëve tonë mi kyçë ato emisione, mas pari na kemi me dhënë llogari para Allahut. Allah thotë ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri. Nëse na kçyrim seri, i lajm fëmijët tonë me kçyr lloj-lloj emisioni, mos thojmë nesër ku për mua çka ndodhi me vajzën edhe me djalin tim. S'ban me thonë kështu, se vetja ke hap derën, vetja ke dhënë mundësinë me shtypat pullën e televizorit, apo me adhon telefonin dorë, edhe me pa krejt dynjon aty përmes atij syrit djallëzor. Krejt dynjon e sheq aty. Pra duhet me pas shumë kujdes. Edhe një prej formave më të rrezikshme që sot është duke u bë, duke u përdor, është njollosja e fesë, njollosja konkretisht e Islamit. Besimtarë nderuar, para disa ditëve ne dëgjuam rastin që po dyshohet një njeri që po bashkëpunon me Serbinë, edhe po i shpionon muslimanët. Mu nuk vjen çudi hiç me ndodh kjo. Ka ndodhur në kohën e Resulullahit, ndodh edhe sot. Ku ka Islam ka me pas edhe shpiuna. Unë e thash e pa vërteta, kam i përdor gjitha mekanizmat e vet për me luftu të vërtetën. Është krejtësisht normale me ndodh kjo. Çka nuk është normale, është na mi adhon që të mundësi dikuj. Qarqet anti-islame dhe antikombëtare janë duke punu shumë që neve me na lërgu prej burimit të Islamit, edhe neve me na përqa me zvete. Qa po bëjnë ta?
po infiltrojnë njerëz. Normalisht që në xhamit zyrtare një gjë e tillë është shumë më e vështirë. Nuk po them është e pamundur, por është shumë më e vështirë. E ata i përdorin çdo xhamit ilegale. Me plot respektin ndaj çdo kuj. Por unë nuk lejoj me u dëmtu Islami, nuk lejoj me u dëmtu populli ynë dhe nuk lejoj me u dëmtu edhe xhamati ynë. Unë nuk i hyn zemër askuj, s'ka ma drejt, po e di një gjë, nuk ka nevojë në shoqërinë tonë me pas xhami ilegale. Xhamit tona janë të pastërta, xhamit tona janë zyrtare. A dini çfarë mirësia Allahut është me pas institucion që të përfaqëson, institucion që të prim, nuk ka mirësi më të madhe se sa kjo. Sa musliman që jetojnë në Evropë s'kan institucione që i kemi ne. Pyetni ata çka hekin. Pyetni ata çka hekin vetëm se kanë institucionin që i përfaqëson ata, që ju prin dikush. Xhamit tona nuk ka kufër, nuk ka shirk. Eventualisht nëse ka bidate të caktuara që dikush i cilëson si tilla, ato nuk janë bidate shirkie që qesin për dinit të Allahut. Për çfarë arsye me bëhet xhamia ilegale? Ku qëndron qëllimi? Ku qëndron arsyeja? Unë nuk po e di. 42 xhamia i ka Prizreni. Për çka me pas mesxhide? Për çka me pas lokale? Për çka? Ku qëndron arsyeja? Ose na krejt jemi devijum, nëse jemi devijum, qaq sa mos më fal mas neve, duhet me dal publikisht edhe me thonë, burra, ju keni dal pi dinit, mas juve zbon më u fal, për këtë arsye na i kemi kriju këto mesxhide, këto xhamia. A mos po e bëjnë një gjë tillë. Derisa s'po e bëjnë, s'kan arsye me qenë veç prej tjerëve. Ose, nëse se bëjnë këtë, duhet më ardhe më u fal në xhamit tona, me u bashkangjit xhamatit. E kush dohet prej xhamatit, ja ka hapur rrugën vetes drejt djallit mallkum. Se djalli njeriu besimtar, praktikues fesë, i flet me ajete dhe me hadithe, nuk i flet me fjalë pazarit, as të bastoreve. Vjen i fol me ajet Kuranit dhe me hadith pejgamberit. Ai ka përvojë miliarda vjeçare, ai ka skemën e qartë çysh me i deviju musliman, çysh me i largu pe fesë Allahut, çysh me i përqa mes vete. Edhe vjen i thot, shiko, këta janë të batilit, ju duhet me hap një xhami të hakut. E ju të hakut e merrni flamurin e promovimit të sunetit, se këta nuk e promovojnë sunetin. Po çka po promovojmë na? Më tregoni mu unë këtu, a e mojnë ai ders pa ajete, pa hadith pejgamberit Zotit? S'ka shans. S'mujmë ja liu vetvetes një gjë të tillë. Më tregoni në herë që flas pa argumente të zbritura, pa argumente të shpallura. E tash, na çën kemi tullzum, na çën kemi devijum, e të tjerat që kanë tullzum. Pra nuk ban kësaj, sepse jemi duke qu ujin mullit tjetër kuj. Jemi duke qu ujin mullit të armikut anti-islam edhe anti-kombëtar. Prandaj Serbia atje i përdor tash to qarqe, pikërisht në çdo vende, edhe infiltron njerëz për dy arsye. Mbajini mend. Arsyeja pse lejojnë me ndodh çdo gjona janë dy. Ose për shkak se ka bashkëpunim mes tyre, gjë që s'po du me besu që ka qasi shqiptari, që qel xhami për me bashkëpunu me Serbinë. S'po du me besu. Ose e shfrytëzon papjekurinë e tyne. E shfrytëzon mendjelesinë e tyne, që kur ka organizime të caktuara për me ba në vendet tona, ka ku mi faturu. Sa ato s'mun mi a faturu Bashkisë Islame, as mun me a faturu neve, imamëve zyrtarë për xhamia që jemi, ka ku mi faturu. I faturon në xhamit ilegale. A në thelb, në esencë, wallahi ladhim po ja them këto me plot përgjegjësi, në esencë ulemaja këtë çështje e kanë trajtuar shumë mirë. Pra, në vendet ku nuk ka dekret të autoritetit fetar të atij vendi, ajo xhami s'ka legitimitet. Kushdo që i thot ndryshe e ka gabim, let vjen, let ma dëshmon mu. Unë publikisht i kërkoj falje të gjithëve. Nëse vjen me argumente edhe mbind mu, se unë këtë bindje kam, unë nuk flas me emocione, unë flas me bindje. Nëse vjen edhe mu mbind se në shoqërinë tonë është legjitime me bo xhami ilegale, tu i pas gjitha këto xhami legale, me imam se cili më i mirë se sa tjetri, të pastër në besim, në bindje, të pastër në ato që e thonë pe ajeteve dhe pe haditheve të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, pa asnjë skandal të vetëm. Pa asnjë skandal të vetëm, po flas për xhallarët zyrtar të Bashkisë Islame që operojnë dhe veprojnë nën ombrellën e Bashkisë Islame. Se çfarë ndodh jashtë Bashkisë Islame, s'kam drejt me fol, as më intereson. Por brenda institucionit ton, se cili imam është më i mirë se sa tjetri.
Bile lirisht them se cili për tyre është më i mirë se sa unë. E nuk ka të drejtë me dalë dikush edhe me thonë, jo neve s'po na pëlqen me shku këtu, ose na po e bëjmë një xhami tonë atje. E pse atër me e bëf fshehur azi? Nëse jeni në hak, pse me e bëf fshet? Pse me e bëf fshet? Apo e shihni na këtë i kemi publike. Unë edhe inqizoj dërsit e mija, veç me s'marë njëse dikush me thonë, valla hoq ke thonë qështuja, ke thonë ashtë, jo, këtë i kemi me argumente. Edhe nëse gaboj dikund, unë e dalë edhe di qësh me kërku falje publike edhe qësh me përmisu gabimin tim. Nuk fshihem, as nuk të prohem, as s'kam me një masime, thonë, jo vallaj pas në gabu. Ama pse me i mbaj derset fshet? Pse me grupe? 10-15 veta atje, 10-15 veta, për çka? Vallaj kjo s'ka ndodhë në këtë Resullajt edhe s'ka leju me ndodhë një gjë atil. S'ka leju kur me ndodhë një gjë atil. Pse? A i vetë ka thonë, el gjemaatu rahme, o el furqatu adhab. Gjemati, bashkësia, uniteti është rahmet për Zotit, përçarja, ndasit, grupacionet janë azab për Zotit. Deri se na kontribojmë në përçarje mes vete, jemi të bo azab për Allahit. Gjithë ditë me folë me ajete me hadithe. Nëse ajetet e të hadithet i përdorim për mu përqa mes vete, për mos mi dhonë selam një tjetrit, për me kontribu kundër islamit e kundër vatanit, me apo pa vetdije, ne realisht jemi të kontribu në azab Zotin ndaj nesh. Por ai që kontribon në unitet, ai që ruan vllazni lëkun, ai që e zgjat dorën e pajtimit dhe të afrimit, që kjo është të kontribu në rahmet, që kjo është të erujt mëshirën e Allahut mesin tonë. Ma bëni halal që e zgjata, por e pa është arsyeshme me i thonë këtë fjalë, e para se gjithash e kemi pas edhe urdhër prej muftis me thonë diçka rreth kësaj çështje shumë të rëndësishme. Për fund, mos bini prej askuj, armiqtë kanë çet punë, mediat e kanë çet punë, me hedh vrerë, me njollos islam me musliman, atë që është ndërtuar që 15 shekush nuk mund me ranu dikush që del edhe flet emocionalisht atje, edhe unë jam i bindur fuqimisht se ju nuk keni për atyre që bini prej këtyre gjanave, po ne kemi obligim me ju thonë, edhe ju keni obligim me dëgju edhe me apliku, sepse kësaj brez pas brezit trashëgohen vlerat tona edhe fetare edhe kombëtare. Allahu ju ruaj dhe ju nderoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.